Në ditën e 22 të protestës qytetarëve që kërkojnë ndërheqjen e qeverisë, kryeministri Edi Rama zgjodhi sërish të flasë për rrezikun që vjen nga algoritmi dhe diferencën që sipas tij ka mes fakteve dhe asaj që reflektohet në rrjetet sociale. Rama paralajmëroi për zhgënjim të atyre protestuesve që nuk e bëjnë këtë dallim, duke shfrytzuar një personazh të shkrimtarit francez të fillim shekullit të 19 Stendhal nga libri Manastiri i Parmës, i cili u zhgënjye kur pa realitetin e një fushë beteje. Njeriu mendon se po mbron flamingot, se po mbron Zvërnecin, se po mbron Shqipërinë, ndërkohë që po mbron interesat e dikujt tjetër, për të cilin interesat e Shqipërisë nuk kanë asnjë vlerë. Ashtu si Fabrice Del Dongo, ai hyn në fushën betejës i tërhequr nga magneti i një ëndre fisnike dhe dal nga dal rrezikon të zbuloj shumë vonë se beteja ku përfshin nuk ishte ajo që kishte besuar. Kryeministri Rama përsëriti idenë se protestat në Shqipëri u nxitën nga interesa që nuk kanë lidhje me vendin tonë. Flamingot nuk kanë nevojë për turma të rëmbyra nga histeria e algoritmit dhe të nxitura nga interesa të tjera që nuk janë fare interesat tona, nuk janë fare interesat e Shqipërisë në një betejë të globalizuar, jo se bota papritur u zgjua e alarmuar për fatin e flamingove, por se bota spostoi në nart një betejë të madhe kundër presidentin e Amerikës për arsye që nuk kanë të bëjnë fare me nartën. Edhe pse protestuesit mbrëmjen e së shtunës i vendosën ultimatum për të dhënë ndërheqjen, kryeministri deklaroi se do të qëndrojë në detyrë. Unë jam këtu, ne jemi këtu për të bërë së bashku më të mirën për Shqipërinë, për natyrën, për Zvërnecin, për flamingot, por ama për të bashkëpunuar me realitetin, jo jashtë realitetit. Mbrëmjen e së shtunës në bulevardin Dëshmorët e Kombit u zhvillua një prej protestave më të mëdha në 3 dekadat e fundit, pjesë së cilës ishin edhe shqiptarë që kanë emigruar e jetojnë jashtë kufive të vendit. Protestuesit kërkuan ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama, duke vendosur edhe ultimatum që të largohet brenda datës 21 qershor.